2 dhjetori viti 2023 ishte i kopshëm për familjen Bejtullahu. Sihana kishte humbur tragjikisht babain e saj, Ferhatin. Ai ishte duke u kthyer nga puna për në shtëpi. Pak metra larg vendit të tij të punës, ai u përplas nga një vetur. Plagëve arriti t'i mbjetoj vetëm për pak orë. Njeriu që e mbyti profesorin Bejtullahu rastisi të jetë djali i një biznesmeni të fuqishëm, një multimilioneri. Ai është Vullnet Gashi, i biri biznesmenit Burim Gashi, pronari të firmës Agrolapi. Për herë të dytë para gjykatës, ai deklaroi se nuk e ndjen veten fajtor për vdekjen e Bejtullahut. Cili është qëndrimi ju në Palestina? Një deklarim të tillë Gashi e vëri për herë të dytë, pasi gjyqtarja vetëm gjykuese për këtë rast, Naime Krasniqi Ashanica, është degraduar në pozitë pasi ishte zënë duke negociuar me një burr i cili ishte akuzuar për ushtrim të dhunës ndaj bashkëshortës së tij. Në vend të saj u caktua gjyqtari Dritan Berisha dhe shqyrtimi gjyqësor ka nisur nga e para. Ditën kur ka ndodhur aksidenti, Gashi nga institucionet e Kosovës e ka pasur të ndaluar të bëjë drejtimin e ndonjë mjeti me veprem motorik. Pra, sipas avokatit të tij, ai ka pasur valid patent shoferin e Gjermanisë, por sipas autoriteteve të Kosovës, ai nuk kishte fare të drejtë të vozisë automjet ditën kur me Porschen e tij kishte dalë në rrugë dhe kishte goditur për vdekje profesorin Bejtullahu. Edhe gjatë marrjes së pyetjes në prokurori, i mbrojturi i ka dorëzuar prokurorisë patentën valid të shtetit ndërsa patentën e lëshuar nga shteti i Kosovës e ka pasur në ndalesë. Për rastin është deklaruar edhe bashkëshortja të ndjerit Vlora Bejtullahu. Që deklarata duhet të kishte qenë e njëjta, edhe polici dhe në prokurori. Në polici ka mundësi me pas në lëshim për shkak të gjendjes emocionale, se është dhënë për shkak që deklarata është marrë po atë ditë që hetuesi ka kuptuar që unë kam qenë në vendin e ngjarjes, nuk e ka ditë që unë kam qenë në ditën e aksidentit, jo kur ka ndodhur ngjarja. Unë kam shku në stacion policor me kërku raportin për shkak që në vyke për kompletim, se mu s'm ka kontaktu kërkush kur gjo, as prej policisë, as prej prokurorisë. Për shkak se deklaratin e kam dhënë pas disa dita Po, pasore. nështë një javë, nuk jam... I bashkangjitem ndjekjes penale dhe kërkoj kompenzim dëmi. Dhe kërkoj kompenzim dëmi. Ndërkaq në akt akuzën e ngritur nga prokuroria themelore në Prishtinë thuhet. Thuhet prokurori i shtetit që të bëjë leximin e akuzës por nga prokurori. Ndërgjën dhe pas leximit të akuzës i mundësi të deklaruar për fajësi. Por nga prokurori. Faleminderit gjyqtar. Prokuroria themelore në Prishtinë konform dispozitat të kodit procedurës penale ka paraqitur gjykatës themelore në Prishtinë akuzën kundër Shanderit Vullnet Gashi me dhëna personale si në shkresat e vendës, sepse në datën 2/12/2023, rreth orës 12:20, në rrugën Byk-Lënton në Prishtinë. Derisa i pandëri Vullnet Gashi ishte duke drejtuar pa patent shofer veturën e tipit Porsche me ngjyrë të kuqe me targa DVG 496 në shiritin e djathtë, të dedikuar vetëm për lëvizjen e autobusëve dhe taksive, nga pakujdesia ka vepruar në kundërshtim me nenën 53 paragrafi 1. Nenin 13 paragrafi 4 dhe nenin 2 paragrafi 1 të ligjit numër 05L088 për rregullat e trafikut rrugor. Ashtu që duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes së kushteve të rrugës, gjendjen dhe llojin e rrugës në mënyrë që të ndalë mjetin para çdo pengese që mund të paraqitet, ka rrezikuar trafikun publik dhe ka vënë në rrezik jetën e njerëzve. Në atë mënyrë që derisa i ndjeri Ferhat Bejtullahu ishte duke kaluar rrugën në kundërshtim me nenin 143 paragrafi 3 të ligjit për rregullat e trafikut rrugor, jashtë vendkalimit të këmbësorëve nga ana e majtë në të djathtë, drejtimi i lëvizjes së automjetit, në ato momente në shiritin e mesëm të trafikut ishte duke lëvizur një kamion dhe me të arritur pranë Euroletës i panderi me pjesën e parë ballore e godet të ndjerin në pjesën e djathtë të trupit dhe e hedh mbi bulojt të motorit, i cili godet me kokë pjesën e mesit të xhamit frontal dhe bie në anën e djathtë të automjetit në rrugë. Me rast, i ndjeri si pasojë goditjes ka ndëruar jetë rreth orës 18:20 në
shërbimin klinik universitar të Kosovës, ndërsa sipas raportit të autopsisë me numër si në shkresat e lëndës të datës 12/12/2023, konstatohet se vdekja e tanit të nxjerrit është e dhunshme dhe ka ardhur si pasojë traumës së shumëfisht, me shembje ndrypje hemoragjike trunore, me gjakderdhje në cipa të buta të trurit, me gjakderdhje në barkushe ventrikuj të trurit dhe me gjakderdhje të brendshme në kafazën e krahërorit, e shoqëruar edhe me dëmtime të tjera trupore, si rezultati veprimit mekanik të mjetit të fortë dhe të furishëm mbretës, jo impret i topitur, si rrjedhoj e aksidentit në trafik. Me këto veprime panderi Vullnet Goshi ka kryer veprën penale rrezikimi trafikut publik nga neni 370. Paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Faleminderit prokuror. I akuzuar, dëgjova çka lexoi prokurori. Po. A ki nevojë për ne sqarim?